Ka filluar një si sekëlldi që shprehet sidomos në ato pasqyrat e kënetës në mbrëmje, në për ekrane, për ata që kanë fatkeqësinë që vazhdojnë shikojnë televizor, kur dalin këta të tërë në për këto pasqyrat edhe marrin në përgojë gjithë dynjan, që Edi Rama po ofendon burrat. Unë nuk po ofendoj burrat absolutisht. Unë thjesht konstatoj një fakt që gjysma e burrave janë shumë rregull. Ka një gjysmë tjetër që janë çurit. Dhe nga nisem unë për këtë. Nisem nga fakti që ka shumë burra, janë shumë, që ndjehen mirë në kënet. Janë shumë burra që ndjehen mirë me atë qasjen e vjetër dhe me atë rrugën e vjetër që dihet ku të çon. Ndërkohë që ne as jemi ndjerë dhe as ndjehemi mirë deri kur ta vendosim plotësisht barazinë gjinore, jo vetëm si numra, por edhe si cilësi e bashkëjetesës sociale në këtë vend. Sepse kemi bërë hapa të konsiderueshëm, por ajo që është e rëndësishme është që çka sot pasqyrohet me shumë domethënie në jetën publike, ku gratë në këshillat bashkiak janë 50%, ku gratë në parlament janë shumë më tepër se që ishin dikur, kur parlamenti dukej si një odë otomane, ku gratë në qeveri janë mbi 50%, ku gratë në sipërmarrje, në drejtimin e sipërmarrjeve kanë arritur në thuajse 30%, që është një shifër fantastike, duhet të shtrihet shumë më thellë në shoqëri për të garantuar çlirimin dhe barazimin mes gjinive në çdo familje. Dhuna ndaj grave ka qenë një fenomen shumë shqetësues. Ka rënje, por rënje të pamjaftueshme. Shpërfillja ose presioni ose trajtimi jo i barabartë i vajzave ka rënje, por rënje të pamjaftueshme. Dhe ajo që na takon ne të bëjmë, ajo që i takon të gjitha gravat e vajzat që janë të angazhuar në Partinë Socialiste, është që këtë betejë mos e bëjnë vetëm për vete, po ta bëjnë edhe për gravat e vajzave të tjera. Dhe më vjen shumë mirë që ne sot kemi krijuar dy shembuj tërësisht të rinj në politikën shqiptare. E para, futëm në parti risin e bashkëdrejtimit të organizatave, një burr ose djalë dhe një grua ose një vajzë. Dhe sot kemi mbi 95% të organizatave që kanë bashkëkryetar. Dhe kjo na ka sjell të mirën e madhe që më shumë gra dhe vajza janë afruar. Nga ana tjetër, kemi sot në skuadrën tonë për Shqipërinë 2030, në skuadrën që është sot në fushë të kësaj gare të 11 majit, 71 gra dhe vajza, por më e bukura është që në listat e mbyllura kemi 52% gra dhe vajza. Dhe këtu nuk ka gjë më të bukur se sa gratë dhe vajzat do luftojnë për burrat që janë kandidat